Në aksionin e mbrëmshëm të Byros për Siguri Publike janë arrestuar persona, mes të cilëve edhe Bujar Dardhishta, ish drejtor i drejtorisë së librave am, kuadër i BDI-s. Këtë për mediat e konfirmoi ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski. MPB gjatë mbrëmjes së djeshme, mëngjesin e sotëm dhe gjatë ditës së sotme po vepron në aksion të koordinuar, në suazat të së cilës një kohë të gjatë po ndërmerren veprime procesuese pas orientimeve nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar. Gjatë ditës së sotme do të japim më tepër informacione që janë në interes të publikut, por po kemi ndërmarrë veprime që janë në drejtim të privimit nga liria të personit në fjalë, tha Toshkovski. Paraprakisht, Prokuroria Themelore për ndjekje të krimit të organizuar njoftoi mbrëm se është kryer aksion në disa lokasione në Shkup dhe Kumanov. Jo zyrtarisht raportohet se gjatë bastisjeve janë gjetur dhe sekuestruar para të gatshme në valuta të ndryshme, telefona celular, laptop, harddiskë, si dhe dokumentacion tjetër përkatës.